Në këtë episod të Fantastic Albania, guida ime turistike ishte Kristolli. Shkuam tek shtëpia e Gurijes, aty kërcyem, hëngrëm dhe bëm thashetheme. Më pas u veshëm mirë dhe lirë dhe bëm sfilatën tonë të modës në mes të Cerrikut. Shkuam te shtëpia e Kristollit, luajtëm hapa dollapa, takuam komshinjtë e saj. O, te Darita! Por çfarë ndodhi tjetër? Shikojeni tani. Hey njerëz bukur, mirë se keni ardhur sërish në një episod tjetër të Fantastic Albania. Sot jam në Cerrik, në Cerrikun fantastik dhe po mendoja, unë nuk njoh shumë zonën dhe po mendoja këtë marr nga figurat e njohura që kanë dalë nga Cerriku. Telefonova Salsano Rapin, po nuk ma hapi. Salsano të përshëndes. Telefonova ujkun e Cerrikut, por më tha që kishte sezonin e gjuetis tani dhe nuk ishte i lirë. Dhe kush tjetër nga Cerriku që unë njoh mund të vinte këtu sot. Është ajo, një dhe e vetmja, për të janë bërë artikuj në portale, ajo është më e famshme, ajo di çdo gjë për Cerrikun, ka kënduar dhe Kecat Beba. Zonja dhe zotrimi prisni guidën ton, Kristol Cerriku! Mirë se erdhe Kristol! Erdha, faleminderit për ftesën. Edhe ti më premtove diçka që unë do jem një dhe vetë e ftuar në emisionin tënd, për ndryshen dhe marrëdhëniet tona. Prishen. Tani do më tregosh zonën? Unë do të tregoj çdo gjë. Unë për gjithë ju që nuk e dini, kam ardhur ose kam ikur nga Cerriku ku kam qenë 11 vjeçe. Dhe kam më shumë vite në Tiranë se sa në Cerrik, por mbaj mend mjaftueshëm gjëra për t'i treguar njerëzve dhe i mbaj mend me shumë nostalgji dhe dashuri. Yes, do i tregojmë dhe do i shohim të gjitha sot. Shkoj. Gati. O, Kristol, po kjo ora punon? Sa është ora? Pas ka ngecur. Cerriku ka ngel në shekullin e 4 para erës sonë. Jemi pak brapa me kënë, Cerrik. Ua, te Darita! Ua, te Darita! Ua, te Darita! O, Kristol, unë nuk të njohë të afari në shtëpi, si se njohë! Te Darita është nuse e çurit tezës babi ti. Qupën, e mirë të qupa, araniti qunit tim, po ta marrë unë tani. Qa lidhe ka ky, kur unë këte e marrë? Se te Darita sa po është bërë gjyshe. Urime! Të madhe. Po si, e mban mend Kristolin që kur ka qenë e vogël? Që kur kam qenë e vogël? Si ka qenë e vogël kjo? Yll, perëndi, shpirt, qa të mund tjetër? Ka qenë diva që e vogël? Që e vogël, ja ka që ishte kur kërcente, pa? Tregoj që kësa rria unë para pasqyrës që pispilosësha, Sa rregullohesh. qef që kishte. Kishte qef të duke Kur kështu. dalin festat e abetares ose të kopshit të kështu, e merte te Darita, shpite në parukirja, gjë me bukur. Parukeri zemra që 8 vjeç, 7 vjeç. 4. Ishe në kopësht, ta marrë zhvesh, se s'pan mund t'i se të keqin e vogël. Edhe të mori gjatësim në amiku e të mërë të Ne ardh këtu sot për të parë Cerrikun dhe t'i gjejmë ndonjë djalë nga Cerriku. A është ndonjë djalë i denj për Kristolin? Ja. Meriton më lart se Cerriku? qala fose, ku. E kalon ujën vargurore? Ti që ke kohë që se ke parë e dallon, a ka bërë ndonjë operacion Kristolli në fytyrë? Tash unë e di. E di? E di. Ka bërë? Sa e ka pas hundën e madhe, ha? Jo, të bukur e kishe dhe ashtu, po nuk e di se që shkrepje dhe edhe. I cik basharoj, i cik. Mos marrë mësys. Kristol, tani ti nuk e di, po në emisionin tim unë kam zakon që kudo ku shkoj te marketi i lagjes për të parë fletoren e borxheve. Shohim nëse Cerriku do ketë borxhe apo jo. Do të thonë, kur kam qenë unë, e mbaj mend fletore. Merje ti kështu çokoladata me Merja, por nuk e kaloja më shumë se 200 lekë të vjetra. Okej. Sa është lista? Sa është koha më e madhe që dikush kanë qëndruar pa e paguar? Deri 4 vjet po. 4 vjet? Sa ka vajt shuma?
Ka vajtë ke 500-600.000 lek. 500-600.000 lek. Pak të një kam paguar më pas. Akoma jo. Ajo e shilja aty është? Kjo e shilja për të kjo. Ashe vjetër kjo që ka e lasht, ashe vjetër sa që ka kjo? Kjo dhe mos i ka me e mëse. Jo. I pas ke grisë sa faqe, këto që i ke grisë do me thënë që janë paguar. Edhe ja paguar edhe kemi... I keni falë. Që s'meren ma. Ua, po sa mirë, në Tiranë nuk bëhet fjalë të ketë fletore të tillë. E njeh të divën? Unë jam nga Cerriko. Kush e kujti ti më shpyet? Cerrikut. Dolën të njohura. Po për mua s'ka për qafim? Ka zemër për të gjithë kam. Se e një babin tim? Guria ishte aqe dashur sta puthi dhe kameramanin. Fëmit ku i ke? A ke bërë fëmi? Kam bërë zemër, po nuk kam asnjë këtu. Pse ku janë? Janë të rikur. Kanë ik jashtë? Jashtë të gjithë, me goca, Mesa është në Amerikë. Djali është në Itali, dhe janë 17 e di italishten komplet. Bravo. Ti ke ikur jashtë ndonjëherë? Kam ikur zemër 17 vit në janë në Itali, u kënaqa. A do e ndroje Cerrikun me ndonjë vend tjetër? A di pse? Kur plakesh, edhe nusja të heth me kanë fijo, ma rriti gozë thot fijo. Vërtet? Po, ta bën ajo. Pra ti me nusen, nuk shkoni mirë. Kemi ato. Shkojmë se kemi ato tonat edhe neve. Tu ku ka vdek burri, këtu duhet të rriun. Ka burrin këtu aty të vdes. Se po i këtë vdes pra ti po jeton vetëm? Këtu shpi vetëm. Vetëm? Pa do na mi presësh ne? Jo, po që shio. Atë vim në të Ku e ke shpinë, e ke kofër? Kam atë. Hajde shkojmë të shpia. Tani mund të ma jep një dorën? Po që shio, me zemë, hajde. Ti më thej që kur del shëtitje të gjithë të përshëndesin, të gjithë të duan, pra ke shumë fansa në Cerrik. Kam zemër se unë nuk njëri kohë. Po kush ka më shumë, ti apo Kristolli në Cerrik? Gjithë kanë, unë jam në tërë botën jam. Je në tërë botën? Kristolli, kjo është international. Edhe unë, avash do bëhem. Hajde përgjimi njërë bëjmë ca poza. Hajde. Për foto. Bëj njërë dorën këshu. Hajde apuzim njërë të dy, këshu. Jo, mua, se për drejti. It was at this moment that he knew. Mirë se erdhët në shtëpinë e Gurijes. Po mirë se të gjetëm. Mirë se na erdhët. Ullu tani të bëjmë pak thashe theme. Thashe theme do bëjmë? Do bëjmë? Si do të? Ja ullu. Ja pa heshtu se mësuri vapa. Mësë ka me qarë të gjata fa. Dance lexon këtu, ju kërceni? Kërcej shumë. Vërtet? Në televizorin rritë tër ditën se janë vetëm. A do kërcejmë Kicat Beba? Pse jo? Hajde. Kicat Beba, për ju nuk na ala shkallon e të rëmbeshta Rëtullow Dikti bam bam Si hëngo vogën ros Videsh me bopos Kallë në vetë të vetë bisi një duan E të tonë të duke Të zemë në s'ma shanë Tani, atë ka ardhë në njëherë ftesë për të qenë pjesë e Dancing with the Stars, me qenë se ti kërcen kaq bukur? Qarë të them unë tash unë herës tjetër kam dalë, po në shtëpi nuk isha marrë njëri. Në të pare që vinë në shtëpinë tënde? Në të pare që vini ke mua zemrat e mija, se u kam shpirt, u kam. Tani ti më the që kishe 4 vajza dhe 1 djalë, apo jo? Po. A tentove kaq shumë sa që te i pesti qëllove me djalin? Ke djali vajta zemra jeme, e di pse, se i shita shpijet, kisha shpita ti poshtë. Kështë punuar të im shojq 30 vjetë dhe i bëri me punë vullnetare, në zëj nartës. Edhe miku shumë i ri, edhe më la shumë të re që unë i martova, i gëzova për vete, sot e kësaj dite. Unë e di se sa kanë vujt, se të rritish një palë fëmi,
pak shu, burri është qadre shpis, mua mbajtën sa mbajtën dhe tha, hajde ik, me ndërë, tha, vare. Kështu të bëj zemër. Burri është që mban shpinë. Po për gatimet gurie, çfarë gatimesh bën ti? Çfarë ka gatime tradicionale? Në Itali hanin më shumë, hanin kështu. Jo në Itali, jo, ti vet çfarë gatuan? Unë vet haçam do shpirti. Çfarë të do të shpirti? Gjell me mish, gjell me bizele, me karota brenda, me gjera, she kam ush ato. Kurse sot ashëm të bëj çik kështu lakër misër se më pëlqen. Do na e japësh tani ta provoj. Do të jap me zemër që Mos qeshni, e? Pse do qeshni, moj? Të janë friqërisë. Të shumë që të presi. Ti sikur e ke ndjerë që do vinim ne. Faj mirë, o Kristo. Shumë e mirë thash. Shiko dhe ngrohtë. Shikoni sa e bukur është. Duket sikur nuk e vret mendjen për asgjë në botë. Ajo hap gojën brenda një dite, i kafshë si kjo mund të konsumoj deri në 1 ton ushqim. Si ha drejq, sa e futë. Ore u vdes për lakra. Gurie, shumë faleminderit për ushqimin, ishte fantastik. Na bëf Kristo, dhe pëlqeve dhe ti, apo jo? 2 copa. I hangra të dyja janë e 10 bëra kom, po. Shumë faleminderit që na mirëprite. Po vajte 80, jemi mbaruar. Jemi mbaruar. Kurse unë vajta 81. Se 81 Je, mashallah. Ua, mashallah, jo, nuk Je të ju. Kurizin me dorë, hajde, kështu të e muna pa, qeshina. Kristël Cërriku, çfarë është kjo këtu? Pas ka ujë, për çfarë përdoret kjo në Cërrik? Fatos, kjo është frontana di Cërrik. Çfarë do të thënë kjo? Ti nëse hedh këtu lek të vogla, në të ardhmen mund të bësh diva. Ua, ça thua? Dhe unë- Mos më thuaj që ke edhe lekë ti Po, këtu. kam hedhur për 5 leksha, sa është kisha atë kohë. Shpreh dëshirën? Prita shprej dëshirën. Fatos hose dhe lushnja, një diva në të ardhmen. Zot të lutem, më largo të gjithë budallënjtë nga jeta ime. Fatos, të ku do na çosh tani? Te galeria Vittoria Emanuele e Cërrikut. Çfarë do me thënë kjo? Qa Mos të marrë vesh ka- nga moda. Ka vetëm rroba firmë. Okej, hajde. Ja, këtu. Këtu është? Po. Qa numër janë këto? 38-a. Të bëjnë ty? Jo, jam 37-a. Provoj me një herë. Provoj, hë. Hiqje. Prita bëj unë gati. E ka këmbën si Fiona Shrekut kjo më s'ke faj ti, nuk kanë faj këpucët e tuja. Shisa e ka këmbën drejqi. Shisa e ka si Fiona Shrekut. Ja, se e futa. Pa. Ha, ec një herë, ec. Ec në i dreshe, ec e jërë dhe këmë Cërriku, se di që i duket vetja. Ajo është gati sa po ka veshur fustanin e saj të kush për të manitur gjithë Cërrikun. Zonja dhe zotrin, Kristël Cërriku. Pa, shikoni çfarë luku të dashërmish, shikoni syzet, shikoni këtë kapele pariziene, shikoni këtë tyll të mëndafsht i cili shkëlqen si her vishnje, si her zi, kuqezi. Shikoni çfarë dive, shikoni takrat e saj të veshura me çorape të zeza. Shikoje. Ja pra, kush është diva e vërtetë. Fati e dëgjoj më shpesh se që menduam dhe ajo është ndërruar në një diva. Jose di Lushnja, Fatos! Hapi me këto! Wow! Kombinuar bashk. A ka dyshe më të fortë se kjo? Find me a better tool. Wow! Çfarë
çfarë ikonash. Ndonjëherë mendoj që ikon linde. Lind, nuk bësh dot. Madje unë mendoj që ne të dy do të bëjmë një libër si të jesh një ikon. Pa, një diva. Fatos të kam sjell në lagjen time ku kam jetuar 11 vitet më të bukura të jetës time. Të shojmë ato, do të njohin komshinët apo jo? Ktu ka qenë kopshti im. A do ketë kalamaja tani? Se di? Hajde shkojmë mirë. Me Crystal, ke kujtime këtu, në këtë godin? Oh, sa shumë kujtime! Më tregon në një moment kështu fani që ka ndodhur në një gjë me shoqet, në një incident, në një kështu gallat. Shiko, në Kopësh nuk është se më mbaj mend, se më thonë që kanë qenë vogël. Unë jam ngric njëherë me njërin kështu me thonjë. Në lagjen, që do të tregoj pastaj, kam qenë fëmija më haram. Pse? Domethënë, të gjitha gjyshet, plakat e lagjes, mua më kishin të merr, sepse I merrnin topat ose I çanin se bënin zhurmë fëmijë dhe gjithë fëmijët ikin me vrap, unë rria aty dhe bëja si e fort. Edhe rria aty dhe thoja, "Hëminon e çaketi." Çake. Se nocave topi. Po, dhe kërkoja llogari. Dhe kisha që fëmijë kanë pasur të shpirtin kundërshtues, edhe që rebele, domethënë dua tim aty. Ti ke qenë pak a shumë liderja e grupit. Gjithmonë liderja. Gjithmonë liderja dhe kam qenë realisht një fëmijë shumë çamarrok. Mirë, tani do ikim? Ikim të lagja jote tamam. Hajde. A jep dorë. E bëjmë të hedhim kështu si kalamajnë të lumtur. Nuk e di Fatos, sa herë unë vi këtu, më kap një ndjesi shumë dëshpërimi. Pse? Sepse kur kam qenë unë, e para nuk ka qenë fare kjo qa quhet? Cimento? Dodina, cimento, betoni. Po, nuk ka qenë fare betoni dhe ka qenë e gjitha me rush. Ah, me breshta rushi. Me trëndafila, biles më vjen déjà vu ajo aroma e çerçafëve kur I Ja, pas ka varë dikush batanien aty. Kur I varte mami. Te kjo dritare këtu ka qenë dhoma ime. Kur ne luanim hapa dollapa. Unë nuk kisha kohë që të shkoja në banjo, dhe këtu bari ka qenë shumë I lartë. Edhe, mos më thua e shaj që po mendoj. Dhe unë e bëja tizit e bari. Si e bësh? Unë lezheti, bari me guduliste pak, se ishte I gjatë, edhe bëja shop, ikja, vazhdoja. Se banjo do të humbiste shumë kohë në fakt. Ku që di, a I bari thaj më pas, apo? Aty qelnin trëndafila. E kuptoj. Qelnin trëndafila. Këtu kam pasur një kusi, kade, si thonë kusi. E mbushni me ujë, që kur ikte ujë në banjo, e merrnim ujin këtu. Lashit, cupe. Po, këtu ishte kuzhina, për herë mami I mbante hapur këto. Ua, ndërkohë që gatuante dhe ti merrje ushqime edhe nga jashtë? Unë vija me vrap. Sa bukur. Vija me vrap nga jashtë dhe thoya, "Mami, më jep një fet me çoko krem." Ma jepte mami ose bukë me vezë, ose bukë me majonezë, hanë. Po bukë shumë me sheqer me vaj ulliri. Po, edhe ashtu. Vlla im kishte qef hante shumë bukë me qep, për shembull. Në vërtet? Bukë fat me qep. Sigurisht domate, bukë me qep. Të tentoni. Ja, këtu varte mami im çerçafat. Edhe ato mbanin erë të mirë, sa ishin larë. Mirë që se pas ke bërë shurëm mirë çarçaf. Këtu kanë qenë rush që nuk janë më. Këtu ka qenë banjoja ime. Këtu ka qenë dhoma ime. Tani është vetëm beton dhe unë prandaj mërzitem kur vi këtu. Betoni ty të mërzit. Po sepse të shkatruar ajo kujtimi që ti ke pas në fëmijëri. Mbaj mend të qeshurat kur vrapoja. A do luajmë hapa dollapa? Luajmë. Hapa dollapa, kush është fshehur mbrapa, dil se të kapa. Si ta zonë kjo pastaj? Genci Ermira, ja beni Zamira, të gjithi gjeta, mugon Kristela, hapa! Me ku ishe? Unë gjitë e lartë dhe bëre me hile. Më gjete. Bëre me hile, ku ishe? Nuk shkova shumë lartë, ka dytë. Mirë bërë, në ka dytë, Jo, po t'isha futa I pallati tjetër në ka tretë. Ky quhet guri. Sa do të thënë gurësh? Ky quhet guri, thotë, mirë që na e theti se se dinim që ky është gur. Në verë,
kanë qenë dhe gura të tjerë dhe mamat bashkë me ne dinin këtu dhe bënin muhabete me njëra tjetrën dhe ne luanin, thashë theme. Tani unë dua të gjej një komshie tënde. Shkojmë te kjo përballë, nuk e dija do të mbaj mend apo jo. Inshallah. A ja keni qarë në njërë topin kur ka luajtur me top këtej, se tha që kur luanim tha? Ka mundsi edhe nga herë. Edhe në mundsi, ka mundsi. Ky ka qenë ai që të ka shkuar topin. Ky ka qarë topat. Ti! Po si ke guxuar të prishësh fëmirin time duke me qarë topat? Ha? Ke qenë komshie mirë. Ka qenë komshie mirë. Unë e mirë, po ti s'ke qenë i mirë. Po sot ti se të xhamat ti. Thë të xhamat, ë? Komshi ke qenë mirë, po ke qenë dindore. Të ka... Do të më topë, mos e di më tan ti vje këtu të xhamat. Po këtu do ja t'lozja Po kur të xhamin ti vajta unë zot vete ti po qaje. Po qante, a? Ha, viktim që atëherë luan të rolin e viktimës. Mirë, po mirë. Kujtoj për edhe them fal se nuk bëj më fal, nuk. Nuk bëj më për zotin. O, Xhaxhi, shumë faleminderit. Po bëm punët. Qa të bëjmë? Më mban mend. Nuk e mban mend ti këta? Taleni. Jo, mo. Po, më jeni nga televizioni, unë të kam parë televizor. Më ke parë mua? Ua, të vdesa mirë, më vjen mirë që s'më Po mua s'më ke parë mua? Po edhe ty më duket se të kam parë. Nga të riku, moj nëna. Shifjo, Po kur më sheti mua në televizor, aty të YouTube-i. Te YouTube, e? Jam të rikse, ndjesh në i qishu krenare ti për mua? Shumë. A e shef që më njohin, i madhi i vogël më njeh ato, se jam krenaria të rikut. Je. Jam. Që ke lodhshme të që ke një superstar që performon në për çdo qytet. Dhe të jesh të rikse është shumë e lodhshme se ka. Tani kam një ide. Tani është vakti, është koha kur mbaron mësimi në gjimnaz. Të shkojmë të shohim sa Fatosatorsa dhe Kristellatorsa do ketë. Shkojmë. Ti lëm dalin? Do t'i lëm? Si jeni? Mirë. Mbaruat shkollën për sot? Tani nuk lejohet të dalësh pa bërë një foto me ne. Po më të bëj. Hajde, shpejt, nxjerrë telefonin. Në ndjeqare ju, a? I shumë e mirë. Edhe ti. Oh, Crystal, faleminderit që më ndihmove, ishte një guid fantastike, nuk e di doja fillosh si profesion këtë që të bësh guida? Pa merak, pagesën mund të ma kalosh me IBAN, kolegu im. Po, pagesën si... Kujtoje që kishim respekt mes njëri Po, tjetrit. respekt ka, po ka dhe pagesë, tashi njeriu nuk ron. Okej, ky ishte mësimi im që të mos ftoj më asnjë personazh tjetër përveç meje. Ju mos harroni na ndiqni në episodin e radhës të Fantastic Albania dhe mos harroni deri atëherë që ndonjëherë lumturia gjendet dhe në gjëra të vogla. Si në Cerrik. Ándale.